Kjo është historia e Mikael Scaletta, një burr në moshën 49 vjeçare, i cili jetonte në Washington me një dëshirë të zjarrt dhe të paarritshme, të bëhej oficer policie. Si një kriminal i dënuar, Mikael ishte i ndaluar ligjërisht nga ky profesion, por pengesa thjesht e thelloi nevojën e tij për të jetuar këtë jetë me çdo kusht. Në vitin 2025, ai siguroi një pozicion si roje sigurie në objektin e ushtrisë së shpëtimit. Një pozicion legjitim, por që Mikael e përdori si bazë për mashtrimin e tij të madh. Ai mblodhi me kujdes rekwizitat e tij, një distiktiv policie të falsifikuar në mënyrë të pabesueshme, uniformë të plotë taktike, arna SWAT dhe një Ford Explorer civil të pajisur me drita dhe siren policie. Ai kishte ndërtuar një botë paralele ku ai ishte mbrojtës i rendit. Për muaj të tërë, Mikael ndëgjonte skenarin e policisë dhe ndërhynte në vendet e ngjarjes duke u shtirur si një oficer rezerv nga një departament tjetër. Në këtë moment, ai mashtronte me sukses të gjithë, publikun dhe kolegët e vet. Rënia e tij filloi gjatë një incidenti të vogël me zjarr në një garazh parkimi. Mikael u shfaq në skenë, veshur plotësisht si oficer. Ai u afrua policëve të vërtetë dhe para se ata të mund të bënin pyetje, shpjegoi se ishte nga departamenti policisë Edmonds. Ai ofroi ndihmë, duke mbajtur veten me autoritetin e një oficeri me përvojë. Megjithatë, njëri nga oficerët e vërtet ndjeu një shkelje të vogël në sjelljen e Mikaelit. Diçka te mënyra si reagonte ishte jo tipike. Oficeri i vërtet, me takt, shprehu mirënjohjen e tij ndaj Mikaelit, por theksoi se aktualisht nuk kishin nevojë për ndihmë shtesë. Mikael, pa kundërshtuar, u kthye në makinën e tij dhe u largua. Skeptiku i vërtet u fut në makinën e tij dhe e ndoqi. Ai e pa Mikaelin të kthej në vendin e tij të punës, ushtria e shpëtimit, duke konfirmuar statusin e tij si roje sigurie. Të nesërme në mëngjes, oficeri skeptik shkoi në ushtrinë e shpëtimit. Ai tërhoqi Mikaelin më njam për një bisedë. Oficeri filloi duke pyetur Mikaelin për kozgjatjen e shërbimit të tij në Edmonds, veçanërisht se sa kohë kishte qenë detektiv. Mikaeli qete i sigurt pohoi se kishte rreth 2 vjet përvojë, duke theksuar rolin e tij si një detektiv i Edmonds. Kjo bisedë kapur me kamerën e trupit të oficerit vetëm sa forcoi dyshimet. Më pas, oficerët rishikuan provat dhe në hapin vendimtar, njëri nga ata kontaktoi drejtorinë e policisë Edmond, duke pyetur nëse Mikael Scaletta ishte në listën e tyre të pagave. Përgjigjja ishte kategorike. Mikael nuk ishte askush për ta. Të nesërmen një tjetër oficer u bashkua policit skeptik në ushtrinë e shpëtimit. Ata thirrën Mikaelin përsëri. Ballafaqimi filloi në mënyrë të thjeshtë. Oficeri e pyeti drejt për drejt Mikaelin nëse ai punonte për PD-n në Edmonds. Mikael përsëriti me vendosmëri po, duke shpjeguar punën si një detyrë me kohë të pjesshme. Oficeri u shtyu më tej me një kërkesë kyçe, duke pyetur nëse ai kishte me vete kartën e tij të komisionit, karta e identitetit të policisë. Mikael kërkoi një moment kohë, një reagim që tregoi menjëherë se nuk mund ta siguronte atë. Në këtë pikë, oficerët ndërhyn. Ata e pyetën Mikaelin nëse arma e zjarrit që ai kishte me vete ishte ngarkuar. Mikael e konfirmoi këtë, dhe menjëherë policët e urdhëruan të vendoste duart mbi makinë, duke ndaluar atë për mbajtje të palishme arme nga një kriminal i dënuar. Mikael ishte kapur. Megjithatë, edhe pas ndalimit, ai nuk u dorëzua. Ai u përpoq të vazhdonte mashtrimin, duke u përpjekur t'i bënte oficerët e vërtet të besonin se kishin gabuar. Oficerët të sigurt për faktet e tyre e pyetën Mikaelin se në cilën agjenci punonte. Mikael përsëriti emrin Edmonds. Më pas, oficerët ja thanë troç, duke shpjeguar se kishin kontaktuar departamentin e Edmonds natën e kaluar dhe kishin zbuluar se ai nuk ishte në listën e tyre të pagave. Mikael u ndesh me faktin e pakundërshtueshëm. Megjithatë, ai vazhdoi me gënjeshtrën, duke u përgjigjur se kishte shërbyer në Edmonds për gati 18 muaj, duke mbajtur rrëfimin e tij, edhe pse u kap me të vërteta shkatërruese. Ai madje diskutoi me siguri për përvojën e tij të supozuar në burgun Eastman, duke u shtirur si një burr i lishëm i autoritetit. Së fundi, oficerët e arrestuan zyrtarisht. Kontrolli i makinës së tij zbuloi jo vetëm pajisjet e rrema policore, por edhe një kask zjarrfiksi,
duke sugjeruar që planet e tij për mashtrim shtriheshin përtej zbatimit të ligjit. Drama arriti kulmin kur njëri nga oficerët telefonoi gruan e Mikaelit për ta informuar. Gruaja ishte hutuar dhe tronditur duke mos kuptuar se çfarë po ndodhte. Ai u shpjegoi se Mikael i kishte thënë asaj se ishte një oficer policie rezerv në zonën e Kitsap, jo një rojë sigurie në ushtrinë e shërbimit. Mikael kishte gënjur çdo ditë gruan e tij, duke lënë në shtëpi ndërsa jetonte ëndrrën e tij të rrem. Mikael Scaletta u akuzua për imitimin e një oficeri policie, por që atëherë është deklaruar i pafajshëm. Historia e tij mbetet një tregim i fuqishëm për dëshirën, mashtrimin dhe rrugën e rrezikshme që një njeri mori për të qenë dikush që nuk mund të ishte. Ky tregim i Mikael Scalettës nuk është thjesht një histori e veçuar e mashtrimit, por shërben si një pasqyrë komplekse dhe e thellë për shoqërinë tonë, për dëshirat njerëzore dhe për rëndësinë kritike të integritetit dhe të vërtetës. Mesazhi që buron nga rënia e Mikaelit flet drejt për çdo qytetar dhe çdo komunitet. Popull i dashur, historia e Mikael Scalettës na zbulon një të vërtetë të hidhur, por thelbësore. Dëshira për të pasur një status mund të jetë aq e fortë sa që të na shtyjë drejt shtiqeve të rrezikshme të mashtrimit. Mikael, i ndaluar nga e kaluara e tij kriminale, dëshironte aq shumë të ishte një mbrojtës i ligjit, sa që ndërtoi me mjeshtëri një realitet të rrem. Ai gënjeu komunitetin, kolegët e vërtetë të policisë, madje edhe gruan e tij. Kjo histori na kujton disa mësime jetike. Rëndësia e thellë e besimit publik është kritike. Kur një njeri mund të shfaqet në një skenë krimi, i veshur me një uniformë bindse dhe as policët e vërtet, as publiku nuk e vënë në dyshim për muaj të tërë, kjo tregon për brështësinë e besimit publik. Ne duhet të jemi të sigurt se njerëzit me autoritetet që na shërbejnë janë real dhe të certifikuar. Qytetarët kanë nevojë të dinë se mbrojtësit e tyre janë të vërtetë. Mikael shfrytëzoi uniformën si një simbol autoriteti që ne e pranojmë pothuajse pa kushte. Është detyra jon kolektive të ruajmë thelbin e këtij besimi, por edhe të jemi vigjilent. Vlera e integritetit nuk falsifikohet. Pavarësisht sa real duke distinktivi i tij, Mikael ishte i dënuar nga mungesa e vërtetë e integritetit. Ai mund të fliste me vetbesim dhe të vepronte si polic, por kur u thirr për të paraqitur kartën e tij të komisionit apo kur u kontaktua departamenti i tij supozuar, mashtrimi u shpërbë menjëherë. Ky është një mesazh për të gjithë. Nuk ka rrugë të shkurtër për të fituar respektin dhe autoritetin. Këto fitohen vetëm përmes shërbimit të vërtetë, përgjegjshmërisë dhe ndershmërisë absolute. Kostoja tragjike e mashtrimit është e madhe. Rënia e Mikael Scalettës ishte dyfisht. Humbi lirinë e tij, por humbi dhe lidhjen me të vetmin person që duhet ta mbronte, gruan e tij. Gënjeshtra e tij ishte aq e thellë sa e gërreu jetën e tij personale. Çdo ditë ai gënjente gruan e tij duke e lënë të besonte në një ëndër të rreme. Kjo na mëson se gënjeshtra, sado e vogël ose motivuar nga dëshira, përfundimisht ndikon në mënyrë shkatërruese te njerëzit që dua më shumë. Të jetosh një jetë dyfisht është e pamundur. Kjo gjithmonë çon në dhimbje dhe tradhti. Vlera e shërbimit të vërtet është e patjetërsueshme. Mikael zgjodhi mashtrimin kur mund të kishte gjetur plotësimin në rrugët të tjera legjitime. Ai punoi si rojë sigurie, një profesion i nderuar dhe i rëndësishëm. Mesazhi është i qartë. Vlera jon nuk qëndron në etikën që vendosim në uniformë, por në përkushtimin që shfaqim në rolin ton të vërtetë. Çdo punë e bërë me ndershmëri dhe përkushtim ka vlerë të madhe për shoqërinë. Ne duhet t'i japim vlerë dhe t'i respektojmë të gjithë ata që shërbejmë komunitetin me integritet, pavarësisht nga uniforma apo titulli i tyre. Për të gjithë ju, si qytetar, bëhuni vigjilent. Vini në dyshim ato që duket e çuditshme. Kërkoni transparencë. Mësoni nga ky tregim se dëshira për status nuk duhet të jetë kurrë më e lartë se morali. Ne duhet të synojmë të ndërtojmë një shoqëri ku njerëzit nuk ndihen të detyruar të gënjejnë për të ndier veten me vlerë, por ku të gjithë respektohen për kontributin e tyre të vërtetë.